Apo ka dalë dhe rezultati përfundimtar të bashkive Brikena dhe për këtë arsye pritet që kryekomisioneri të jap një deklaratë për mediat ndoshta ditën e sotme, pse jo dhe ditën e nesërme. Le të themi se ka qenë një rezultat i një fitoreje të thellë të Partisë Socialiste, ndërkohë që kryekomisioneri Iliria Celibashi, pavarësisht pjesëmarrjes së ulët në të pesta bashkit për të votuar për kryebashkiakun e tyre të ri, e ka cilësuar si një, le të themi, proces të suksesshëm, duke u nisur nga teknikalitetet e bëra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Rezultati ishte i qartë, Partia Socialiste fitoi bindshëm, ndërkohë që kryekomisioneri Iliria Celibashi është shprehur se këto rezultate dhe kjo punë e bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë këtyre ditëve ka qenë, le të themi, i mirë bërë, ndërkohë që një risi e re ka qenë dhe inteligjenca artificiale e përdorur në disa qendra votimi, më saktë në disa qendra numërimi në Bashkinë e Tepelenës, ku ka ndihmuar dhe për votimin, duke pasur shumë një rezultat dhe nga votimi manual, por gjithashtu dhe nga ndihmesa që ka ardhur nga kamerat e inteligjencës artificiale.